Me rastin e 113 vjetorit të shpadhjes së pavarësisë së Shqipërisë, komuniteti shqiptar në New York u mblodh për të festuar këtë ditë historike në një aktivitet të organizuar nga shoqata Malësia e Madhe në New York. Ceremonia u mbajt më 28 nëntor në restorantin Tesoro d'Italia në New York dhe u hap me intonimin e himnit kombëtar shqiptar dhe atij amerikan. Në këtë tubim festues morën pjesë shumë bashkëdhetar, ndërsa të pranishmit i përshëndeten Senat Lulanaj, kryetar i shoqatës Malësia e Madhe New York, Jake John Lekaj dhe Nicole Njunçaj, të cilët vlerësuan rëndësinë e kësaj dite të shënuar dhe kontributin e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Të pranishmit u argëtuan nga këngëtari i njohur nga Malësia Legdet Vukaj, i cili solli atmosferë festive dhe ritme tradicionale. Në vazhdim mund të ndjekni materialin e xhiruar nga antari i shoqatës Malësia e Madhe New York, Peter Lucaj. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Gëzuar festën e flamurit 28 nëntorin. Ju lutem të gjithë të ngritemi në këmbë, vijon hymni kombëtar. Në emër të shoqatës Malësia e Madhe, kam nderë dhe kënaqësi t'ju përshëndes të gjithë juve që fizikisht jetoni në këtë tokë të bekuar dhe që kemi ardhur sonte për festën më të madhe, më të shenjtë të tokës dhe të shpirtit shqiptar. Urime dhe gëzuar festën e flamurit. Të nderit shumë. Dallgët e jetës na kanë shpërndarë në përbot. Por asnjë fortunë nuk mund të na heqë dashurinë për atleun dhe për kombin tonë. Shqiptarët si popull kanë një diasporë ndër më të fortat në Evropë dhe në Amerikë. Ata historikisht gjithsesi larg atleut jetojnë dhe veprojnë me atleun dhe për atleun. Kjo dashuri me madhe për vendindjen dhe atleun në mblodhi edhe sonte, që u bashkuam për të kujtuar ditëlindjen e atleut tonë të dashur dhe mos i harruar kurrë sakrificat për liri të Gjergj Kastriotit, Ismail Xhemalit, lutjet dhe bekimet e Nën Terezes, Zjaku i Derullu dhe Ademi Hesharit. Dhe t'i kujtojnë me nder të madh të gjitha heroinat dhe herojt që jetën e vet e fliruan që toka shqiptare dhe shqiptarët të jetojnë të lirë ndër popujt më të vjetër të Evropës. Në veçanti dua t'i kujtoj të gjithë ata burra dhe burrneshën nga Malësia që hyjnore kishin mbrojtjen e Malësisë dhe bashkimin e saj me të gjitha trojet shqiptare. Derisa të ketë diell nga këtë botë, derisa nëna të lind djalë, derisa bukës t'i thohet bukë, Malësorët dhe kletë shqiptaria me nder do të kujtoj Det Xhanlurin e Çulmulet, Xhan Xhekën e Omer Hakun, Palok Xhokën e Halil Hakën, Bacakurtin e Trik Esmailën, por më recent nuk mund të harrojmë edhe kontributin e të ndjerit Xhemal Nikaj. 28 nëntori është arteria kryesore e kombit dhe atleut ton të dashur. Dhe sot festohet si kur me parë. Shqipëria është antare e NATO-s, Shqipëria është shtet me zhvillim më të hopshëm ekonomik në Ballkan,
është kandidat e rradhës për t'ju antarësuar familjes së madhe evropiane. Kosova jonë e dashur është e lirë dhe është shtet sovran dhe i njohur ndërkombëtarisht. Malësia jonë e dashur është rilindur, është e pavarur si komunë dhe e udhëhequr nga bijtë dhe bijat e saj. Të dashur vëllezër e motra, sot flamuri kuqezi me Shqiponin dy krenare, valvitet i lirë nga Tirana në Prishtinë, nga Presheva në Prevez, nga Shkupi në Olqin, por ky flamur me shumë krenari valon në Malësi, valmalësorve në kryeministit Gjan Lulin, që i parapriu festës së madhe dhe shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Malesia është dhe ka qenë shembull historik të qëndresës, të mbijetesës, me dashuri, me harmoni dhe me plot krenari. Pra, ta dim të gjithë dhe mos ta harrojmë kurrë. Vërtet Malesia është histori shqiptare, por historia shqiptare është dhe quhet Malesia e Madhe. Faleminderit. E lejoni fillimisht ti falenderoj disa personalitete që na kanë nderuar sonte, duke filluar me Gjek Çandekaj. Faleminderit Gjek për prezencën tënde. I nderuari shkrimtar, profesor Franz Samaj është me ne, bashkë me bashkëshortën, faleminderit. I nderuar profesor Halinika është me ne, faleminderit Halil. I nderuar aktivist, kontributor për çështjen kombëtare, Pashko Sinishta është me ne, faleminderit Pashko. Në veçanti dua të falenderoj shokët e mi, vllazit e mi që kanë nga Detroiti, Frani Vllazefi Berishaj, faleminderit. Po ashtu edhe një bashkë tim, Marian Dilziore që ka nga Belgjika. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe aktivistin, humanistin e dalluar, arsimtarin, shokun tim Islam Gjokaj. Faleminderit Islam. Me lejoni që edhe në emër të gjithë kolektivit të shoqatës, dua të falenderoj zotin e kësaj shtëpie, Pjetër Lucaj në Vllazni, si gjithë nga Preklat, faleminderit shumë Pjetër. Dhe sonte do të kënaqemi, do të festojmë se kemi për çka të festuar. Dua të falenderoj shokun tim, vllaun tim, Lekët Vukaj, i cili kësaj radhe në veçanti në përkrahje të veçantë dhe totalisht gratis, të falenderoj nga zemra, me gjithë kolektivin, Amir Pelingun, muzician të dalluar, Amir Beqaj, Tupangjia, nga Malësia, vllai ynë, faleminderit shumë. Zoti ju shpërblet. Sot të dohem të gëzohemi, të këndojmë, të vallëzojmë. Zoti e bekoft shqiptarinë, Zoti e bekoft Malësinë. O Zot prit që mirë gjithë, Zot i ruaj, faleminderit. Thank you.
Skënderbeu me kuvendin e Lezhës i 1444. Dritja këta muri shqiptare është bërë për herë të parë në Bratile, një kodër afër të Qiqit, nga trimat e Xhelulit me pikrisht me 6 pill i 1919. Pra këtë ngjarje i paraprin ose pakësimi, si do të thonë, i pavarësisë së Shqipërisë, që do të kundërzohet pikrisht me 28 nëntor vitit i 1912. Çka na lidh ne me këtë datë kaq të rëndësishme, përveç shkëmbitjes malësisë? Ju e dini se fatkeqësisht malësorët e malësisë madhe, po dhe krejan, uqinak, plave, busie, shumbisë shqiptare, edhe mbas parjes së pavarësisë së Shqipërisë, kanë bërë jashtë kufijve politik e administrativ të Shqipërisë. Po asnjëherë nuk e kemë harrua dhe nuk e shohim ëndrrën se një ditë do të bashkohemi me nanën Shqipëri. Ai që i thot vetit shqiptar dhe nuk lut Zotin, ose nuk gëzohet për këtë ditë, ai vetëm flet shqip. Dhe gjitha institucionet shqiptare në Amerikë që nuk e festojnë këtë ditë, që nuk e njohin Skënderbeun për hero kombëtar, thënë drejtën atë janë vetëm shqip kohës. Dhe ky vendimi juaj i Këshillit të Bashkisë Malësisë që ka vendos me festuar është jashtëzakonisht në vend dhe ky do të zjanohet, do të bëhet tradicional ashtu siç është bërë me kryegrindjen e Malësisë. Me thënë drejtën që është vendimi mirë. Unë jam aktiv në këto ka herë, se jam 55 vjet në Amerikë dhe me mërgatën e vjetës shqiptare jem munua shumë me hyme ta me shkua, po përthoj se kur s'na kanë vure, aj sa do të na mu. Dhe më thënë, aj sa kemë merituar. Me gjithë që na kemi një histori të veçantë. Dhe thënë drejtën, që mburve për malësin tonë, e cila i ka dha Kosovës 15 luftar që ka shkuar në frontin e luftës. Një prej aty ne kemi këtu për shembull një Vodhjunça, janë Malcaca, janë Lekoça, janë Lulgjura i tjerë që kanë shkuar, ajo kemë mere madhe për ne. Ne, malësia jonë kemi dhënë kontributin më të madh prej gjithë shqiptarëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në fund u realizuan disa intervista me pjesëmarrësit të cilët ndan emocione dhe përjetimet e tyre nga kjo ditë historike. Po normalisht se dita e flamurit është festa më e madhe e gjithë shqiptare. Dhe jam shumë i kënaqur që sonte herën e parë si shoqata e organizuar së bashkut në pikërisht në restoranin dhe në ambient të tyre të shkëlqyera. Për të babit tyt dhe të artëve tu. Jam shumë krenar që jem pjesë e këtij evenimentit kaq të shkëlqyer që ishte sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe përshëndetje për gjithë. Shpresojmë që vitin tjetër të bëhet edhe më i fortë, më i dashtën për gjithë, edhe më gjithë përfshirës. Se sonte pa me malësor, por pa me edhe për gjitha troje shqiptare. Edhe ty të uroj që së shpejtit na bëhej se ylli ynë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë për krahjen tuaj, faleminderit televizionit Bojën, i cili
çdo herë është ndjek aktivitetet e organizatës tonë edhe këtu në diasporë. Siç e shihni ka qenë një mbrëmje e mrekullueshme. Është kur punon me njerëz të mirë, është shumë e lehtë të bësh organizime tilla. Bashkëpunojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Kemi njerëz shumë të mirë këtu që vinë na përkrahin në çdo aktivitet tonë. Dhe siç e pa televizionde, ishte një mbrëmje fantastike. Falenderoj edhe televizionin Bojën për përkrahjen edhe për çdo transmetim të aktiviteteve tona nëpërmjet edhe vjetrit edhe familjes që na ndihmojnë çdo herë në këtë organizim. Vetëm emocione të shtoj në këtë mbrëmje të bukur, në këtë mbrëmje valzore, është të këndshme, është numeroze, është kërëni që e maqur, të vendojnë festën e flamorit tonë kombëtar. Falenderoj të gjithë aktorët që janë në prezentin tonë, nga kanë respektuar si se shanë, që e mave, uroj që të diaspora të jetë e bashkuar, të të japën kontributin e duhur për maqësi dhe për komunitetin tonë këtu në bashkuarët Let's